I pendehuri Erion Veliaj, kryebashkiaku e arrestuar me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, vijon të përdor taktika dhe skema të ulta për të shtyrë seancat gjyqësore. Njeriu i cili deri dje pretendonte se nuk kishte akuza ndaj tij dhe prova, tashmë që në gjykatë janë dërguar 60.000 faqe me fakte dhe prova që i vërtetojnë korrupsionin dhe abuzimin me detyrën, shpërdorimin, nuk ka pantallona për të shkuar dhe për të përballur në gjyq. 14 seanca të shtyra me justifikime dhe gënjeshtra, të cilat i kanë dalë sheshit. Seanca e fundit u shty me justifikimin nga Veliaj se nuk kishte takuar me avokaten e caktuar nga gjykata Valentina Teodorescu. Një tjetër se përjashtoi avokatët, një tjetër se nuk i shkoi në kohë furgoni për ta marrë, një tjetër vrasja e gjyqtarit e tjerë justifikimet pa numërta. Duke renditur të gjitha seancat paraprake të shtyra dhe taktikat e përdorura, me sa duket, Erion Veliaj nuk do të gjykohet. Njeriu që flet për shkeljen e të drejtave dhe për të drejtat e tij dhe kërcënon me Strasburgun, është po ky njeri që nuk shkon në gjykat. Është po ky njeri që nuk shkon të gjykohet, të tregoj kuraj dhe burrëri. Me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, Erion Veliaj i shmanget drejtësisë si ata mashtruesit klasik, me 1001 kleçka, mënyra dhe manovra. Ndërkohë që nuk shkon në gjyqe, nga skutat e errta të burgut të Durrësit përgatit skenar dhe sulme ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Vetëm pak ditë më parë, CNA me dokumente tregoi se si Veliaj dhe vllai i tij, Arbri, kanë paguar $220.000 për lobime për të sulmuar prokurorin Olsdado dhe Spakun. Një raport që përveç shumës tregonte edhe mashtrime të cilat CNA i ka zbërthyer një më një. Në një pjesë të raportit të dorëzuar në Departamentin e Drejtësisë, thuhet se prokurori Olsdado është antar aktiv i Partisë Autoritare të Opozitës, një mashtrim kokë e këmbë. Një gënjeshtër tjetër e fabrikuar nga Veliaj ishte se prokurori Olsdado është zhvillues pronash dhe se ai ka paraqitur një kërkesë kryetarit të Bashkisë Tiranë për të modifikuar një leje ndërtimi në pronën që zotëronte dhe e cila ju refuzua. Ky është mashtrimi, i cili sot mbush plot 166 ditë. Një mashtrim në bashkëpunim pasi edhe gazetari familjes së tij Mirobaze ka të njëjtin pretendim. Por asnjëri prej tyre nuk kanë publikuar asnjë fakt, asnjë dokument që tregon kërkesën me firmë të prokurorit dhe refuzimin me kërkesë të kryebashkiakut. Këto dhe shumë gënjeshtra të tjera i kanë dalë huq kryebashkiakut të arrestuar, pasi janë nxjerrë në dritë dhe tashmë dihen nga i gjithë opinioni publik. Hapi tjetër i radhës i Veliajt në skutat e burgut ishte padia ndaj prokurorit Olsdado, ku në fakt del në pas se Veliaj po kërkonte konflikt me prokurorin, të cilin e ka sulmuar me shpifje, madje dhe lobon kundër tij dhe drejtësisë. Qëllimi i Veliajt është nxitja e konfliktit që prokurori të tërhiqet. Skenari është i qartë. E gjithë kjo është që Dado të kallëzoj penalisht Veliajin dhe më pas të tërhiqet nga çështja për konflikt interesi. Erion Veliaj po kërkon konflikt me prokurorin Olsdado, pasi ka çuar mashtrimet e tij te kongresmenët dhe senatorët amerikanë. Skemat e Veliajt për të krijuar konflikte kanë një qëllim. Ai kërkon të mos përballet me drejtsinë, me prokurorët e ndershëm, me faktet dhe provat që kanë paraqitur prokurorët, por me procedura dhe teknikalitete i shmanget drejtësisë. Pas të gjitha këtyre fakteve dhe justifikimeve për të shtyrë seancat gjyqësore, lind pyetja: a do të shkojë Erion Veliaj në seancën gjyqësore të 2 shkurtit, apo sërish do të vazhdojë të gënjejë dhe të zvarrisë pafund seancat?